bashkëpunimi në vepra të mira dhe bërja dobi njerëzve është prej veprave më të dashura të Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam: "Ahabbu an-nasi ila Allahi ta'ala anfa'uhum lin-nas." Thot pejgamberi alayhis salam, njeriu më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Dhe nuk ka dobi më të madhe për njerëzit, dhe këtë mbaje mend, se sa të bëhesh sebeb që t'i largosh ata prej zjarrit të xhehenemit. Dhe nuk ka mundësi që të bëhesh shkaktar për një gjë të tillë, sidomos në kohën tonë, vetëm se me bashkëpunim. Dhe kur themi nuk ka mundësi, pra kjo është në nivelin shoqëror, sepse në nivelin individual ndoshta ndonjëri prej nesh mund ta bëjë një gjë të tillë, mirë po përsëri rezultatet nuk do të jenë të mjaftueshme. Andaj patjetër që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, patjetër që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin në përhapjen e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Patjetër e kemi obligim. Dhe ne që e dim këtë dhe që e dëgjuam sot, e kemi obligim që ta nxisim vetveten dhe të tjerët në këtë drejtim.